Po, nga përvoja e viteve të kaluara, Njoms, sipas rezultateve që keni nxjerrë në fund, sepse çdo herë nxirren edhe rezultatet prej punimeve, a ka ndikuar festivali që të paktën të rritet edhe vlerësimi, por edhe puna e bizneseve të këtyre kandeve që i përmende, që të janë disa biznese zanate në shuarje, ndoshta për shkak mos investimit ose mos mbështetjes? Ende ka sfida të mëdha saj përket mbështetjes së bizneseve të komuniteteve, ende ka sfida shumë të mëdha dhe mendoj që duhet të ketë një fokus shumë më të veçantë në atë drejtim. Nuk duhemi të lejojmë që këto biznese, të cilat janë një trashëgimi shumë e vjetër, janë disa zanate që është gjyna ndonjëherë edhe të mos investojmë që të trashëgojnë nga të tjerë, ndoshta edhe jo nga familjarët, por edhe nga gjeneratat e tjera, është mjaft problematike, po shpresojmë që jo vetëm ne si organizatë, por edhe institucionet munden me fillu me ndërmarrë diçka ma konkrete, ma intenzive që të ringjallim edhe të investojmë të këto biznese. Për ndryshe, ka ndryshime të shumta dhe bizneset e shohin festivalin si një moment ku munden me ardhe dhe me prezentu punën e vetë të jashtëzakonshme. Ndërkohë, ka pas për shembull bashkëpunime të azon me këngëtar, me shkrimtar, me lexues, që kanë ardhur njerëz të cilët kanë thënë, "Okej, unë më duhet një person si ti me ardhur në kompaninë tem." Ka pas, sidomos kur vjen punat, kemi pas piktorë të ndryshëm të komuniteteve dhe që qytetarët janë befasu që kemi piktora që të ka piktura të nga rrafet në komuniteteve dhe ka pas ftesa të ndryshme edhe për m'ju kriju ekspozita të veçanta. Sa mirë. Kështu që mendoj që festivali ka hapur shumë dyri, jo vetëm në ngritjen e diskutimit në qytetarët në përgjithësi, por edhe në tek individ në raste specifike.